Demokratët dhe socialistët janë përfshirë në debate të forta në mbledhjen e Komisionit Parlamentar të Ligjeve, shkak i replikave mes kryekomisionerit Ilir Usmali dhe deputetit socialist Damian Gjiknuri, ishte e nisja e procedurës për zgjedhjen e kreut të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në momentin kur kryetari i komisionit hodhi për diskutim shqyrtimin e kandidaturave për kreun e KQZ-s, Gjiknuri kundërshtoi duke theksuar se opozita nuk është njohur me kandidaturat e përpasoi kërkon shtyrjen e mbledhjes. Por kryetari Usmali theksoi se ligji zgjedhor përcakton qartë se menjëherë pas miratimit të anëtarëve të KQZ-s, kuvendi nis shqyrtimin e kandidaturave për kryetar, por oponenca e Gjiknurit vijoi me tone më të ashpra. Kjo situatë detyroi kryekomisionerin Usmali të kërkojë ligjvënësit opozitar të largohet nga salla për të mos prishur mbledhjen. Pas këmbguljes së deputetit socialist, Usmali vendosi ndërprerjen e mbledhjes. Vetë Gjiknuri u shpreh. Zoti Usmali, kryetari i këtij komisioni, në mënyrë të befasishme, pa lajmëruar kërkënd, tentoi që të fuste listën e kandidatëve për kryetar të KQZ-s që kanë aplikuar, një listë që vetëm dje është bërë publike, një listë që vetëm sot na u dha zyrtarisht me dokumentacion, dhe kjo për ne është e papranueshme, se pari nuk i jep kohë Partisë Socialiste, së dyti është një procedurë që zhvillohet jashtë procedurës së zgjedhjes së anëtarëve dhe kërkuam në mënyrë krejt normale, brenda rregullore, të caktojmë një datë kur të shqyrtojmë dokumentacionin dhe të organizojmë procedurë të seancës dëgjimore. Më herët, Komisioni Parlamentar i Ligjeve vlerësoi e miratoi kandidaturat e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilirian Muho dhe Arben Shkëmbi, dhe ato të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit, Jani dhe Spiro Kuro, si të përputhshme me kriteret kushtetuese. Pas këtij momenti i takon kuvendit të votojë anëtarësinë e re të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.